sepse lufta sjell varfëri, serbët akoma nuk po e marrin veten ekonomikisht. Perceptimi në Serbi ka qenë që ishte nuk po e marrin veten ekonomikisht dhe ata e dinë shumë mirë që mekanizmi i luftës është një mekanizm i rrejshëm elektoral. I shkatrojnë. Ata janë shkatruar, ata doan ekonomikisht janë. Ata sqarojmë një gjë. Se mund të themi që pasi që sqaroj shumë gjatë, sqarojmë një gjë edhe neve. Se ngjan sikur kemi vesh edhe ne këto pancira dhe jemi gati për luftë për të ndërkohë që një nga njohësit e marrëdhënieve shqiptaro-serbe, Enver Belli, baton e një mirë, përcillte në opinionin publik kosovar ironinë që me cilën opinioni publik serb e ka karakterizuar gjithë të që ndodhi. Pra, jo thjesht ironinë, po humorin që ka plasur në mediat sociale serb. Pra, kam frikë se gjithë ky që mënyra si u diskutua këtu për rreziku. Serbia e pak më e civilizuar ishte tallse me vendimin e fuqisë. Ama flasim për presidentin, kryeministin e Serbisë. Shkruaj në Facebook sa duash, po që se presidenti, kryeministi me vendim. Një sekond. Ai është karakterizimi i Serbisë intelektuale, sigurisht, por ndoshta mënyra se si po e shohim ne është pak sa egzageruar. Në çfarë kuptimi? Ne nuk kemi fut në ekuacionin e analizës son faktin që në Kosovë ka një mision që është i NATO-s. KFOR-i ka në misionin e vet mbrojtjen e kufive të Kosovës. Po. Ne nuk mundet që diskutojmë këtë që po flinin gjumë qeveria e Kosovës, po flinte gjumë dhe KFOR-i. KFOR-i ka analizë të situatës sigurisë, rreth e përqarë Kosovës, bënda Kosovës, shumë herë më të mirë se qeveria e Kosovës e Serbisë. Mirë, mentor, në qershor të 1999, kur trupat ruse hynë pa leje në teritorin dhe morën aeroportin e Slatinës. Një sekund, unë po tjetë në gjykimin tim, mendoj që ata e kanë toleruar atë, për t'i dhënë pak oksigjen Jelcinit, presidentit Jelcin, i cili e kishte autorizuar ndërhyrjen e NATO-s, kishte autorizuar bombardimit. Një sekond. Po them që NATO, KFOR-i e ka në misionin e vet sigurimin e kufive të Kosovës. A. B. Në rreth e përqarë kufive të Kosovës është kufizuar zona e sigurisë ose zona pa prani ushtarake masive aktiviteti. Jo, është e kufizuar. Po nuk ka ushtri. Ka ushtri në Bujanozë, është baza më e madhe, si që është. Është sa largë është. O mentor, nëse Mitrovica e sot aty është për shkak se forcat e KFOR-it francez i lanë serbët vinin aty. Po të shkojmë tani me teori konspiracioni, aty do plaste lufta e tretë botërore. Do plaste lufta e tretë botërore. Edhe po ta them që nëse Kosova urgjentisht nuk bën ushtri, nuk përgatitet të mbrohet, Kosova, po me të vërtet besoj, kam deklaru dhe njerë vjetë në këtë studium duket, të garantoj që Serbët do marrin aq kurajo, kanë dhënë prova serbët, kanë bërë 4 lufta në Ballkan, do marrin aq kurajo sa do sillin trupat në veri dhe këtu do jemi, ne do shkruajmë status e Facebook. Provokim elektoral e pranoj, testim e pranoj. Ne kemi një problem madh valla, ne vazhdojmë të shohim Vučićin dhe këta janë Serbi, sigurisht janë modern. Ata janë radikal me kalamajt e Miloševićit dhe të tjerë. Në politik fakti kryer luhet. Kur shenjë një situatë ndërkombëtare favorshme, që fitoria e Trumpit është parë në Serbi si një zbutje. Po ai që sekretari i mbrojtjes i Shtetet Bashkuara të Amerikës tha që NATO do të vazhdojë, do të fuqizohet. Po presidenti i zgjedhur sot tha që NATO është vjetruar. Ai tha që nuk ka reaguar për terrorizmin, që ajo është e vërtetë. E treta, s'ka një heshtje të Europës, reagimi i Europës ishte. Nuk mund të thuash që ishte reagim normal. Ishte reagim për të mos nxitur, Mogherini reagoi. Do vije duke u theksuar. Të parë emruara midis Merkel edhe Trump, apo jo? Janë 3 seanca, rrudhje buzësh, dhe Sot reagoi ministri mbrojtjes i Gjermanisë për çështën. Europa është Gjermania në rast të Ballkanit, nuk di në një vend tjetër unë. Të shkëmbimit të krimes me Kosovën, Anglia ka dalë jashtë nga Europa. Unë nuk di ku t'i themi Europë sot. Po në alam dhe të flasim të punë e shkëmbimit krimes me Kosovën, mund të flasim. Shiko, që të kthejme, dhe mënë që këtu që ka një reagim, dhe sigurisht që ka një reagim, sepse Serbia ka pagu shtrejt aventurën e nacionalizmit Miloševićit dhe besoj sa atje ka një koshqencë që do t'a paguj po aq shtrejt edhe aventurizmin e fëmijëve politik Miloševićit. Patjetër.